Përshëndetje. Përshëndetje. Fillimisht emisioni 05 ju uron hapjen e 2 pikave të reja në qytetin e Ferizaj, Jigs and Chicks and Sando. Faleminderit shumë për vizitën. Kjo është pika e 7 që po hapet në Kosovë e Jigs and Chicks dhe pika e parë e Sandos që po fillojnë me qytetin e Ferizajt, më saktësisht në Ringmall. Me thënë që është pika e 7, mirë po e dim se keni kërkesat mëdha ju nga klientela juaj që t'jeni prezent edhe me më shumë pika. Na trego cilat janë planet e Jigs and Chicks. Planet e Jigs and Chicks është të dalë jashtë vendit, që pika më afër që do të hapet muin tjetër hapet në Maqedoni. Pastaj na i kena përsynim me vazhdu edhe ma gjënë, në për Evropë. Po Sando, na fol pak edhe për Sando, është pika e parë në Ferizaj. Do hapet edhe më shumë në pika tjera Sando, apo si janë planet? Sando është pika e parë që hapet sot në Ringmall, në Ferizaj. Synimi jonë është të hapet në krejt qytetet e Kosovës. Kur me Jigs jena në krejt qytetet e Kosovës, këtë qytetin me kena edhe me brendin e ri, me Sando, që është brend i ri me sendviqe. Na tregot lutem, pse pika e 7 u hap pikërisht në qytetin e Ferizaj? Pika 7 u hap në qytetin e Ferizaj për shkak që në shumicën e qytetet të Kosovës që veç jena aktualisht me Jigs and Chicks, tash ka ardhur radha edhe për Ferizaj, më saktësisht në Ringmall. Po besoj që ka pas kërkesë shumë edhe nga bashkëqytetarët tanë? Po, ka pas shumë kërkesë madhe për njerëzve, na kanë shkruar kur ka më hapur Ferizaj, kështu që domon tash i ka ardhur momenti edhe Ferizajt, edhe këto qytete tjera ku nuk jena, është synimi jonë që me vazhdu këto qytetet e Kosovës. Faleminderit shumë, emisioni 05 ju uron edhe shumë suksese. Faleminderit për juve që keni ardhur në hapjen e lokalit tonë, Sandos dhe Jigs and Chicks Ferizaj.